Në pamje duket si një pishin krejt e thjesht dhe e lëm pas dore. Por, ndryshe nga dukja, vlera e ujit që përmban është shumë e madhe. Në mes të pishinës, në mbajnë të Malishevës, buron uji i ngrohtë në sasi prej 220 litra në sekond, i cili ka shumë veti shëruese. Uji shëron sëmundjet dhe lëkurës edhe i thatat e mbrëmshëm. Është vërtetun bazë atyne që vinë dhe përdorin, janë përdorës të rregullt, do të thotë pishina. Ky burim i pashtershëm bën që banjën ta vizitojnë qytetarë nga e tërë Kosova e vise tjera shqiptare, si për argëtim edhe për shërim. Kjo pasi që uji është shumë i pastër. Pe çdo fshatit këtë, janë të fshatat rrecit dhe pe këtë Kosovës kanë ardhur kanë marrë ujë këtë me kontakt në ku ta dinë. Thonë se është i shëruar për lëkurë, është ujë shërues. Përveç kësaj, nga rrjedha e këtij burimi krijohet edhe lumi me ujvarat në Mirush. Vendësit këtë vend e quajnë Ula Rita, e cila besohet se ka mbetur nga një familje ilire që kishte jetuar këtu shekuj më parë. Bukuritë e 11 ujvarave të Mirushës vizitohen shumë, veçanërisht vikendave. Të shtunën këtu po kënaqen disa nxënës nga Gjakova. Kemi menduar që është një vend që ja vlen më arë me vizitu. Shumica nxënësave që janë arë për herë të parë, sot edhe ka qenë mundësi e mirë që ata me pa bukurinë e vendin që kemi. Ka edhe prej atyre vizitorëve të cilët nuk kënaqen me kaq, por ngjiten për të parë edhe ujvara tjera të cilat gjenden disa metra më lart. E banorët e rrethinës kërkojnë nga komuna e Malishevës e ajo e Klinës që të ketë investime më të mëdha infrastrukturore, por edhe hoteliere.